Ministrat e jashtëm të vendeve të G7-s kanë dalë me një qëndrim të unifikuar përballë për shkallëzimit të konfliktit, i cili ka përfshirë Iranin, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj civilëve dhe infrastrukturës jetike. Deklarata u publikua mbas një takimi të zhvilluar pranë Parisit dhe konsiderohet si një sinjal i qartë për nevojën urgjente të depërshkallëzimit. Në një kohë kur pritej vetëm një reagim formal nga presidenca franceze e radhës, publikimi i një deklarate të përbashkët nga të gjitha vendet anëtare përbën një zhvillim të rëndësishëm diplomatik. Ai reflekton shqetësimin në rritje për pasojat humanitare dhe destabilizimin rajonal, i cili mund të shkaktojë vijimin e operacioneve ushtarake. Shënjestrimi i qëllimshëm i civilëve dhe objekteve diplomatike është i papranueshëm dhe bie ndesh me çdo formë ndërkombëtare, thuhet në deklaratë e cila thekson nevojën për respektimin e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe mbrojtjen e popullsisë civile në çdo rrethan. Një pjesë thelbësore e diskutimeve u përqendrua tek siguria në ngushticën e Ormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme detare në botë për transportin e naftës dhe gazit. Ministrat theksuan domosdoshmërinë absolute për garantimin e lirisë së lundrimit, duke paralajmëruar se çdo pengesë në këtë zonë mund të ketë pasoja të menjëhershme në tregje globale të energjisë. Që nga fillimi i ofensivës së përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, raportimet tregojnë për rritje të vazhdueshme të tensioneve në këtë ngushticë strategjike. Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar anijet përmes komunikimeve radio që të shmangin kalimin, ndërsa disa burime sugjerojnë vendosjen e një sistemi informal pagesash për tranzitin detar, një zhvillim që mund të përshkallëzojë më tej situatën. Përtej mesazhit të unitetit, deklarata e G7-s vjen në një moment tensionesh të dukshme mes SHBA-ve dhe aleatëve të saj europian. Washingtoni ka shprehur hapur pakënaqësi ndaj vendeve të NATO-s, duke i akuzuar për mungesë angazhimi konkret, sidomos në garantimin e sigurisë në ngushticën e Ormuzit. Në takimin në Paris, mori pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili para nisjes kishte mbështetur qëndrimet kritike të presidentit Trump dhe aleatëve europian. Kjo e vendos diplomacinë amerikane në një pozicion delikat, mes nevojës për bashkëpunim dhe presionit për më shumë kontribut nga partnerët.